në asamblenë e fundit të ENKA-s që kanë qenë përfaqësues të HR-it edhe publikisht prezencën e krejt audiencës është e incizuar, ju kanë rekomanduar vendeve të rajonit Serbisë, Maqedonisë, Malit, dhe Shqipërisë që ta marrin model Kosovën edhe të vinë në Kosovë të mund të marrin se qysh plotësohen mekanizmat e sigurimit cilësisë në nivel evropian. Ky monitorim është bën në kuadër të komponentit të dytë të projektit H25. Prej vitit 2019 kur kemi filluar me këto projekte deri sot, në vazhdimsi kemi pa zhvillime pozitive në te institucionet për sa i përket integritetit akademik dhe justifikimit të titujve akademik përkatësisht publikimet shkencore të stafit akademik. Jam shumë i lumtur me paraqit para jush dhe para gjithë publikut kosovar që institucionet publike të arsimit të lartë, specifikisht Universiteti i Prishtinës, ka bërë një përparim të jashtëzakonshëm në vitet e fundit sa i përket publikimit shkencor, pra prodhimit shkencor në këtë institucion, rrjedhimisht edhe justifikimit të titujve akademik. Por me qenë modest, kjo nuk është veç progresi, nuk është rezultat veç i punës së orkës, është rezultati i shoqënisë kosovare në veçanti, është rezultati i gjithë partnerëve edhe kombëtar, edhe ndërkombëtar përmes donatorëve dhe hisedarëve tjerë të arsimit nalt që kanë kontribuar që ky progres me qenë kaq i vërtetshëm. Ju falenderoj shumë për angazhimin edhe kontinuitetin që merrni me çështjet e integritetit, arsimin e lartë dhe krejt. Veç me sqaru raportin se kush në cilën pozitë është, asnjëherë, asnjë dyshim, masa më e madhe e profesorëve, mos me thonë që të gjithë me ndonjë përjashtim më të vogël, nuk e kam po as agjencionin e akreditimit, po as shoqërinë civile si kundërshtar. Jemi të njëjtën anë të medaljes tu provu me u përmirësu se cilën herë. Statistika që i raportoni këtu tregojnë për një sukses të përbashkët. Kjo është shumë e rëndësi me theksu. Ne kemi monitorues të brendshëm të projektin H25 dhe Orkën, cilët e monitorojnë edhe punën e agjencisë, edhe Këshillit Shtetëror të Cilësisë, edhe Komisionit të Ankesave dhe vërejtjet dhe rekomandimet e tyre i marrim gjithmonë me seriozitet maksimal, edhe provojmë që ato asnjëherë nuk i shohim si qëllim çkëshia, po qëllimi është që ne t'i korrigjojmë edhe në vitin e ardhshëm raporti jon përmirësohet karshi shoqërisë civile. Kur i shohim Universitetin e Prishtinës e bona një krahasim 2018-2024, dhe më thonë kur sot janë 74% i arsitojnë titujt akademik, më parë ka qenë 55, më parë ka qenë 41, dhe mund i bjen një rritje 55% që shë kalkulova këto. Dhe më thonë 2018-2024 për 6 vite mu rrit 55% arsyetimi titujve akademik, besoj që është një arritje madhe edhe kjo, si agjencia akreditimit neve na gëzon shumë. Në asamblenë e fundit të ENKA-s që kanë qenë përfaqësues të HR-it edhe publikisht prezencën e krejt audiencës është e incizuar, ju kanë rekomanduar vendeve të rajonit Serbisë, Maqedonisë, Malit, dhe Shqipërisë që ta marrin model Kosovën edhe të vinë në Kosovë të mund të marrin se qysh plotësohen mekanizmat e sigurimit cilësisë në nivel evropian. Edhe na duhet me qenë të hapur për fëqin t'jugore, verior, perëndimore, lindor, m'ja vdhon dorën, mi thonë e janë nëse tash ju mësojmë në Kosovë, e cila e arritur është fal bashkëpunimit gjithë shoqëror. Realiteti jo pra është lidhet me këto dy elemente, me avancimin edhe me elementet e stimulimit. Por që duhet kemi edhe korrekt, për momentin nuk kemi financim të aktivitetit shkencor. Pa marrë parasysh ligjeve, programeve të shkencës e gjithë ato, universiteti nuk ka asnjë mundësi që të financoj aktivitetin e projekteve shkencore që kishme qenë, dhe pjesëmarrjen në projekte shkencore në nivel evropian e kemi mjaft të ulët. Po dalë në çështjet të mirëfillta të cilat janë vërtet tregues mjaft mirë fal koordinimit edhe integrimit, ta themi,
të koordinuar të gjithë aktorëve në këtë moment, siç është organizata juaj që merret me këtë çështje dhe bie në përpikëri me qëllimet dhe synimet që i ka dhe agjencia dhe universiteti në këtë rast. Nuk isha zgjat më shumë, po du mi falenderu së pari studentët se na i shohim se poshtë unë gjithë e shohim naltë të përmbysim këtë farë logjike që shohim që sa shpesh dhe zakonisht janë në eventet tona, ata më së miri e shohin përveç publikimit shkencor që mundet me ju do këtë tem pak jo shumë e prekshme për ta, ata e shohin çdo ditë nivelin e mësimdhënësve të tyre dhe mundin me bë këtë krahasim sipas fakulteteve. Faleminderit.